U mbajt në kraj festa gështenjave, një traditë e cila riktheh çdo vit dhe jep zonës një atmosferë të veçantë festimi. Ky manifestim kulturo-agroturistik mbledh në kraj jo vetëm vendasit që jetojnë në vendet përreth, por edhe vizitorë të shumë nga Shkodra, Tivari, Podgorica, Ulqini e Megjër, duke kthyer këtë ditë në një pikë takim të rëndësishëm për komunitetin dhe miqtë e tij. Kryetari i Bashkisë Lokale të Krajës, Beqir Berjashi, u shpreh se pavarësisht se festa u shty për një javë për arsye organizative, pjesëmarrja rriti kulmin dhe gjithçka u zhvillua sipas pritshmërive. Sipas tij, kjo ditë dëshmoi edhe një herë dëshirën dhe energjinë e komunitetit për ta ruajtur dhe promovuar traditën e gështenjave, të cilat janë simbol i krajës. Kënaqësi e madhe sidomos për organizatorin, por kënaqësi e madhe edhe për të gjithë krajnanët, sepse një ditë e tillë, një begati e tillë e shtangjeve të cilat janë, flasin për krajen, për rëndësinë e krajës, për bukurinë e krajës, për pasurinë natyrale dhe pasurinë që nuk e ka tjetër veç kraja. Kraja ka pasuri të madhe sepse ka intelektual të ndryshëm, të cilët janë shpërndarë nëpër tërë kontinentin dhe më gjerë të shkencës, kulturës, artit, por në kraj kanë lanë prodhime të ndryshme të cilat dhe begatin me gështenja që përveç gështenjave dhe të gjitha fryteve tjera të klimës mesdhetare, kraja bën shembull në rajon dhe më shumë. Çfarë i sjell kjo ditë krajës? Çfarë rikthen te kraja? Përveç ngritjes së emrit të krajës, përmes intelektualëve dhe shkencëtarëve të ndryshëm, artistëve, shkrimtarëve, krajës ja rrit vlerën dhe pasuria, po ja rrit vlerën dhe këto kultura që rriten në kraj, sepse sikur kraja të kishte ujë, atëherë kishte me qenë një vend fenomen për me jetua. Po më merr mendja që me hapjen e pikës kufitare në Zogej, me Ske, do të valorizohet kjo pjesë, kjo zonë, dhe shumë do të mendojnë të kthehen në kraj, ose kjo kraj nuk mund me rritë me maj e boshatisfa. Dita sot me si ju duke, deri tash mirë? Fantazi. To na ka përgëzuar dhe Zoti me këtë ditë që na ka sjell, kaq të mirë se ishim para një jave. Faleminderit edhe prej juve, prej televizionit të UTA dhe mjeteve tjera të informimit që e kanë bërë kaq masovike, dhe kjo ditë është mjaft e begatshme, shihni, mas shumë të flasin pasuria që është e ekspozuar, mas shumë të flasin të gjitha kjo popullat që po marr pjesë në këtë manifestim. Edhe banorët e zonës ndanë mendimet e tyre pozitive për këtë ngjarje, duke cilësuar atë si një manifestim të goditur që i rikthen krajës gjallëri dhe atmosferë të ngrohtë komunitare. Ata theksuan se festa jo vetëm mbledh njerëzit së bashku, por edhe forcon identitetin e vendit dhe lidhjen me traditat e hershme. Unë konsideroj që kjo është një festë e qëllume, rëndësia e saj është shumë e madhe, nga vetë fakti se këtu spakut një ditë dy sa është organizimi i kësaj feste këtë vit, qytetarët gjithsesi prodhuesit e gështenjave kanë mundësi pak a shumë të shesin prodhimet e vitit, prodhimet e këtij viti dhe viteve tjera kuptohet. Duket se është 17-i manifestim me radhë, që 17 vite mendoj që ka ardhur duke u përsosur dhe fal organizatorit dhe sponsorëve, donatorëve, komunës dhe organizatës turistike siç jam i njoftuar, që është për çdo vit e më mirë. Uroj që të vazhdojë kjo traditë. Unë po e tham edhe me një farë, s'po duhet të shes mend këtu, po në 2007 në bë organizimi i parë, ndërsa iniciativa u mor që të organizohet në kraj me 28 ose 29 tetor të 2006 në Stoli Vafer Kotorit, ku unë personalisht si pjesë e mysafirve që ishim atje në atë manifestim, propozova në Truezën e Rumbullakët që 2007 festa gështenjës të organizohet në kraj, sepse kraja është e pasur me gështenja, me trungjet e gështenjave. E di që atë kohë një studim që kam bërë dhe diko kam mbi 20.000 trungje. Sot nuk e di ato, sepse janë lanë pas dore, shumica nga mergimi i popullatës dhe nuk ka dhe kusht këve dorë në ta. Sidoqoftë, unë mendoj që rëndësia e madhe e shoqërore
dhe ekonomike e kësaj treve është Gështenja, sepse me te kanë jetuar të paret tonë, kanë plotësuar buxhetin familjar dhe do ishte e udhës që edhe të ndihmojnë edhe shteti, komuna të valorizohen, sidomos rujtja e kësaj bime të rrallë. Pari një përshëndetje për gjithë kranjanët. Është një festë për mendimin tem shumë mallështore. Është një frot që është i veçantë për këtë trevë dhe rrallë kund këtu në këtë tjetër kund rritet këtu në Malëzi. Kënaqësi që sot për këtë festë janë grumbulluar një numër shumë i madh i këtyre njerëzve dhe secili prej tyre mund të provojë në mënyra të ndryshme prodhimet nga Gështenja, si ambëlsirat, si buken, si pastaj mund të kenë mundësi të blejnë cilësinë më të mirë të Gështenjave, të çojnë familjet e tyre si ato përpjekje, përzierje dhe për mënyra tjera të gatimit. Është një kënaqësi e veçantë sepse kjo festë organizohet në këto treva që për fat keq kanë mbetur një numër shumë i pak i vogël i banorëve, çka është për të ardhur keq sepse këtu Gështenja dhe Ulliri janë dy gjëra të cilat më të vërtet japin frut në këto treva. Në të njëjtën linjë ishin edhe shitësit dhe prodhuesit vendor, të cilët ekspozuan produktet e tyre në stendat e posaçme. Ata u shprehin se festa është shumë e rëndësishme për ta, pasi u jep mundësinë të prezantojnë punën dhe prodhimet e tyre unike, si dhe të kenë kontakte më të drejtë për drejta me konsumatorët dhe vizitorët. Sot kemi këtu mjalt, Gështenja, shega, gjanat që prodhon kraja, qepa, hudra, kërtolja, ullini, e shumë gjana tjera që kemi në kraj. E din që familja juaj njihet për mjaltin, për vite më radhë, për dekada tashmë. Na tregoni pak sa ishte rritur edhe kërkesa mjaltit viteve të fundit apo në përgjithësi? Në përgjithësi ka rritje bletar të ri, po ka edhe rritje që kërkohet mjalt. Dhe më thanë mjalt sa da që të kesh këtë vend, mjalta ka kërkesë. Dhe më thanë deri në fund vitit 2026, mjalta shitet krejt, dhe më thanë se kalen me kap mjalta tjetër me të zanë. Shitet para kohet se prodhohet mjalt në kraj. Dhe më thanë kërkesa është shumë e madhe, nuk është problem shitja, veç ishte kvaliteti mjalt. Kvaliteti mjalt është shumë i mirë i kraj sidomos. Po, duke u nisur nga dita Gështenjave sot, na tregoni sa është kjo ditë e vlefshme për kranjanët për ekspozimin e produkteve të krajës? Është shumë ditë e rëndësishme për krajën, dhe më thanë kemi prodhime shumë të mira, si Gështenjen, si ullinin dhe se cilën gjatë që prodhohet, qepa, hudra, kërtolja, çka prodhohet në kraj, dhe më thanë është shumë kvalitet dhe është shumë mirë për poplin tonë, se e njohin si kvalitet mallin tonë, çfarë prodhimit kemi, çfarë ajrit kemi, çfarë vendit, është shumë i mirë, po një e keqe për këtë vend që janë të ikë shumë të rinj, dhe kena met një mas shumë e vogël të në kraj. E kja menimi jem këtë që na kanë lanë mrapa, na kanë lanë rruga edhe kufini që mu hap me Shkodër. Drua që të kishin kënë rruga, kishken edhe kjo rrugë rregullume pak si ishtë sot, edhe kufinit kishken i qilun zogëj, shumë ma mirë kishme kënë edhe për trinjt e krajës, dhe menimi jem ishtë që këtu pak kush e kilshua këtë vend, se është vend shumë i përshtatshëm, shumë vend i mirë, shumë ajri pastër, dhe më thanë edhe prodhimi çka ishtë kvalitet numër 1. Mendoni që ka shpresa akoma për hapjen e kufirit dhe për gjitha këto tjerat? Çada që bëhet mirë ishtë, po mendimi jem që është vonë, por prap mirë, një gjë që bëhet është shumë mirë, po kur bëhet nuk e dim. Sot po promovojmë produktet e Blecës, duke filluar nga mjaltat, nga poleni, propolisi, kombinime për imunitet, të gjitha janë produktet bletarisë Durakut, të cilat janë po nënt malit. Këto janë disa nga prodhimet që keni në sot. Na tregoni gjitha këto prodhime, gjitha këto mikse i bëni vetë? Po, gjitha janë kombinime dhe gjitha janë prodhime të bletarisë tonë, gjitha i prodhojmë vetë. Duke filluar nga mjaltat e Gështenjes, mjalt shumë lulesh, propolisi, i cili është një antibakterial shumë i mirë, duke filluar nga perga, cili është produkt shumë i rrallë dhe shumë i veçantë,
që gjendet që në Malzi, ndërsa ekskluzive që janë të reja janë premiumet të cilat janë për imunitet, për të ftofën, për gripat sezonit, për shumë përdorime tjera. Gjithashtu dhe mjalta me fara zeza, mjalta me fruta të thata dhe plot produkte të Bletarisë Dorako. Po nga ku merret e gjithë kjo ideja, po themi gjithë kjo njohuri për arritjen e këtyre produkteve? Kërkesa e mishterive, me nevojat që kanë nevojat, janë të ftofën, janë me grip, sezon, përveç asaj me probleme shëndetësore, dhe gjitha këto janë kombinimet se cilat janë të provuar njëherë tek njerëz, pastaj edhe e kena nxjerr në treg. Festa kështën kanë bërë shumë mirë që e kanë organizuar, por ish njëherë në vit, se këtu i bashkan krejt për trojeve shqiptare edhe ishtë mirë për vendin tonë, për me diçka për poplin tonë, se to ishtë si pashih një vetë. Na tregoni pak çfarë kemi sot këtu të ekspozuara, çfarë po shisni? Ta janë prodhimet e mia, djadhjet, kumuj, feq, thot, shtenja t'zime, ullin tregjon, lip, pelim, duhan, qenjita që shihni. Po na tregoni pak djathin, sa keni kilogram? 13. Po gështenjat? Gështenjat 5, këta janë 6 t'zime, këta janë 5. Me thes 10 kilesh 4,4 më varet. Po sa po ka punë ditën e sotme? Shihni që ka një numër të madh? Si fillim, ja fart mirë s'duket, por to po. Ndërsa për argëtimin e vizitorëve këtë vit në skenë ngjiten emrat e njohur të muzikës shqiptare si Leonora Jakupi dhe Asim Gashi. Nuk munguan as artistët vendas, mes tyre Myzafer Kuliqi, Lart Perashi dhe shumë të tjerë, të cilët kënduan këngë tradicionale dhe i dhënë festës një atmosferë edhe më të ngrohtë.
Kjo ditë vuri dukshëm në pa begati që ofron kraja, gështenja të njohura për cilësinë e tyre, mjalti vendas, ullint, qepët tradicionale, si dhe shumë produkte të tjera autoktone që dallohen për origjinën dhe shijen e tyre karakteristike. Të gjitha këto e bën festën e gështenjave, një pasqyrë të pasurisë natyrore dhe kulturore të kësaj zone. Festa dhe këtë vit dëshmoj se është një ngjarje që i duhet krajës, një festë që ruan traditën, promovon turizmin dhe i fal vendit gjallërie bashkim.